Ti je kundra protestës? Po, kundra dhunës verbale që përdoren eksponent caktuar të protestës. Po mirë. Dakor, ky është një problem që ndodh. Ne gazetarët protestojmë çdo ditë për korrupsionin, për dallaveret, për arrogancën e qeverisë. Neve që na akuzojnë si lëpirësat e Edi Ramës, ne kemi mbajtur gjithmonë qëndrimet tona. Ti dhe unë nuk punon në shtet. Ke njëri ti që punon në shtet? Unë as nuk kam njëri, pas nuk kam marrë. Të përmendun emrat e personave që dalin protestojnë aty para dite ku, më fal, pse nuk zhvillohet protesta para dite? Sepse janë të gjithë në punë, kanë biznese private apo private. Jo, edhe në shtet. Vërtet? Do listë punonjës i shtet, do listë punonjës njerëz që marrin subvencione nga qeveria për projektet e tyre. Çfarë do? Do të flasim hapur, por do t'i zgjosh nga gjumi, se jam i sigurt që në këto orë janë në gjumë akoma. Po i bie që kjo qeveri që nga e lirë, pra që të jep ka dhe projekte edhe të lika të protestoke. Ne të dy pjesë Top Albania Media, apo jo? Top Media, po. Dhe ke dëgjuar mallkime dhe ato epitete top që ne efekto. Më thuaj një masë ndëshkimore që ka marrë menaxhmenti i Top Medias kundër një gazetari. Tek ajo karrierë dikush në mëngjes që del pas dite tek protest, apo jo, është një dashim. Nuk është i gjatë sa mua, s'ka rëndësi ajo, po puna është që a është ndëshkuar, është penalizuar? Jo. A ka thënë njëri? Aty ke pasur një pjesë mirë të Top Channel. Po, a ka thënë njëri në emailët tona mos u shoh në protestë? Jo. Kur? A është ndërprer dikujt rroga? A është marrë në një job? Po ti dil aty dhe mbro kompanin tënde që po të lë hapësirat e lirisë apo jo. Këto Ronaldo ti je më i vogël se mua dhe zbesoj se do të ndodhë ndonjëherë, po ne që jemi më të vjetër e din lagjet tona që kanë hequr nga shiku i gazetetit së Berishës, nga punonjësit e policisë bashkiake të Lulbashës, të Xhelal Mziu të Kamzës, dhuna e përdor, kërcënimet, ti kur vjen rajon për të denoncuar dhunën, vazhdonte dhuna përsëri. Ndërsa tani, më falni një nga këto blogeret, ai ka vajtur shtetin në shtëpi? Deri tani, jo, se kemi shoqë apo jo. A është ndërprer ndonjë kontratë maj me hollywoodiane? Jo, këto vdesin parakalojnë para zyrës së Edi Ramës, i bien në sy Edi Ramës dhe pastaj nëse Rama i përmendur se ndjen në video, këto kalojnë në thua ta them atë fjalën, në aksitim me veten. Pra qëllimi këtyre që të vazhdojnë të bien në sy. Por nuk e di vllaka 24 ditë rrugëve, a ka prodhuar gjë kjo protestë? Më thuaj i thash dia vjerit, angazhohu me politikë se ne do të ndihmojmë. Jo. Zot merr me politikë. Atëherë çfarë qëllimi ka ti ki Rama? Do ta heqim Ramën, këtë sjellim populli. Ore, kam një pyetje, se ti e njeh historinë, je goxha i rritur, e njeh historinë ndërkombëtare, botën gjithë me radhë. Nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, çfarë ndodh? Atëherë mblidhen forumet e Partisë Socialiste, nominoi një kryeministër të ri që mund të jetë Elisa Spiropali, Neo Malsoria, Tauland Ba. Po, se ka marrë pushtetin. Okej. Në demokraci pushteti ndrohet me votë. Në vitin 1997. Pra, nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, ne do të kemi një tjetër kryeministër nga Partia Socialiste. Po patjetër, është partia që ka marrë pushtetin me votë, apo jo?